Dy deklarata të Selin për Dibranët dhe për mirëditoret që me thënë drejtën nuk më pëlqejnë fare. Dëgjoni pak. Dibranët që janë shumë mashtruesa. Të mirëditorët thonë që më parë t'japin zabesën. Edhe janë shumë pabesi njerëz. E thonë gjithë. Këto janë dy deklarata drejt me thënë skandaloze që dalin nga goja e Selin, e cila pretendon se i thot dikun Kuba atje, pretendon se nuk dëgjohet, por në fakt Selin ka harruar që është në shtëpinë e Big Brother, në shtëpinë më të ndjekur në shqiptari, edhe shikohet nga miliona sy, e dëgjohet nga miliona vesh. Bën dy deklarata skandaloze për dy krahina jashtëzakonisht të respektuara në të vendit tonë, pra për Dibrën dhe për Mirditën. Jo vetëm krahina të respektuara, por dy krahina që kanë një gjurmë jashtëzakonisht të rëndësishme në historinë e këtij vendi. Krahinat përbëhen nga njerëzit dhe njerëzit Dibranët dhe mirëditoret nuk janë as pak kështu si thot Selin. Selin me këto dy deklarata tregon dy gjëra, drejt me thënë. E para tregon ignorancën e saj, siç e tregoi te pyetjet e përgjithshme që s'dinte asnjë nga ato pyetjet. Tregon ignorancën e saj duke mos kuptuar, duke mos e ditur se ç'a nxjerr nga goja, sepse informacioni i saj për Dibranët dhe për mirëditorët është i cunguar, është e paditur në këtë drejtim, se po ta dinte ç'a vlerë kanë ato dy krajina, ata njerëz që kanë kontribut të drejtë për drejtë në historinë e gjithë shqiptarisë, jo vetëm Shqipërisë, por të shqiptarisë, ajo nuk do ta nxirrte nga goja, nuk do t'i nxirrte nga goja këto dy deklarata. Pra tregon ignorancë. E dyta, në një rast tjetër tregon edhe ndasi, pra tregon janë dy batuta thellësisht raciste, sepse prodhojnë ndasi, pra ti distancon veten nga një Dibran dhe nga një mirëditor. Dhe mbi të gjitha, jo vetëm kaq, po thot kështu thon gjithë. Jo, nuk thon gjithë kështu. Unë për shembull, në jetën time, unë nuk kam takuar ndonjëherë në një Dibran mashtrues. Dhe nuk kam mashtruar ndonjëherë në Dibran mu. Dhe kur në jetën time nuk kam takuar ndonjë mirëditor të pabes. Kur? Akoma deri më sot, mbase do vinë herë dita, po deri më sot nuk kam takuar kur një mirëditor të pabes dhe të thush për mirëditor që janë të pabes, që Mirdita, që ta di Selin, Mirdita njihet si një nga krahinat më qendrestare të çështjes kombëtare kështu me radhë në Shqipëri. Kështu që nëse sigurisht që nuk do mësoj gjë Selin nga kjo, por ajo që më bën përshtypje mua që ajo i thotë kështu si pa ju dritë qerpiku fare. Kjo tregon që Selin ndoshta është rritur me këtë lloj fryme. Dhe kjo është një gjë e gabuar sepse nuk mund të rritesh ti, nuk mund të brumosesh ti me një ndasi të tillë, pra duke denigru një krahin tjetër për të ngritur veten apo çën si ka se për çfarë bën. Prandaj po them pra që shiko, Big Brotheri e ka një efekt fantastik drejt me thënë. Të nxjerr ashtu siç je, me të mirat, me të këqijat e tuaja, po të nxjerr ashtu siç je, 100%, nuk fshihesh dot, nuk e manipulon dot publikun, se vjen një moment ja si ky që ti nxjerr kokën dhe thu mendimin tënd të vërtet për X çështje. Dhe drejt me thënë, më ka ardhur jashtëzakonisht keq që i dëgjova. Shpresoj që Selin kur të dal, unë e di çfarë do bëj, në Prime do kërkoj falje, se siç e bën gjithmonë, ju kërkoj ndjes se nuk e dija, siç tha për shumë fjalë tjera që si ja dija kuptimin, se nuk dinte kuptimin as të fjalës buçes, dinte kuptimin as të fjalës bastard, dhe majni mend që do thot nuk e dija as kuptimin e këtyre fjalëve, por unë shpresoj që Selin kur të dal, të ulet diku në një dhomë në shtëpinë e saj, të hap ca libra dhe të lexoj për Dibranët, të lexoj për mirëditorët, të lexoj për kontributin e këtyre dy krahinave të nderuara në territorin e shqiptarisë, jo vetëm Shqipërisë, po të shqiptarisë. Shpresoj që ta bëj këtë. Nga ana tjetër nuk e di si e perceptoni ju këto dy deklarata, mund të duken infantile, mund të duken kështu si padashje, por unë mendoj që janë pjesë e formimit të saj, pra pjesë e asaj që ajo ndjen me të vërtetë, nuk ka deklarata dala kështu kot. Për mendimin tim janë dy deklarata skandaloze.